Në arsimin fillor të mesëm të ullt edhe të mesëm të lartë, unë i shoh 3 probleme kryesore. Do me thonë, mbi 80% e nxënësve nuk i kanë ato aftësitë elementare të lexim-shkrimit. Po flasim për nxënësit 15 vjeçar. Thjesht, këtu duhet me ndërhyr shteti, me ju leju komunave dhe me i nxit, me pas do me thonë një strukturë menaxhuese për sistemin e arsimit e cila është efektive. Nuk mundet më shkolla me 100 mësimdhënës ta ketë një drejtor edhe një zavendësdrejtor dhe me prit që ata kanë me bë mrekullin me 100 mësimdhënës se nuk janë të fushës. E ç'është duhet me bë? Për shembull, testi i klasës 9 po bëhet, po kalojnë 50% të nxënësve, për shembull, askush nuk po merret në atë 50% tjetër i cili nuk ka kalu. Edhe e keqja është që këto rezultate nuk po përmirësohen, po përkeqësohen. Testit kombëtar të na nuk i beson askush, se aty kopjohet. A shkon mirë me hjek këtë test? Me hjek, po e hjek mekanizmin e vetëm me që mundesh me bëni far kontrolli. E çfarë sugjeroni me bë? Me lënë, po me përmirësu. Duhet me përmirësu menaxhimin. Po disi po mendoj që situatën e kemi pas më të mirë në vitet e 90-ta kur i bënim tekstet bashkë me Shqipërinë. PISA, a vlen me marr pjesë Kosova në PISA? Shefe, na nuk duhet të synojmë ndryshimin e gjendës në PISA, mujmë edhe mos me marr pjesë. Po PISA po na tregon një send që kemi probleme me cilësi. Na krejt e dim që këto universitete janë kriju paka shumë në kuadër të veprimeve elektorale. Na duhet jemi real, kushtet ligjore në Kosovë për të quajtur universitet i plotson vetëm Universiteti i Prishtinës. Asnjëherë nuk duhet jemi të kënaqur me nivelin që është arrit. Do të thonë është shumë e rrezikshme ajo për një shoqëri kur konsideron që kam ri shumë, në fakt krahasimet ndërkombëtare tregojnë që ende jemi shumë mbrapa.